Në momentin kur jetu i zhvillu këto lojra, a ndjen ndonjëherë vetën si te për t'ju thonë dërgoni Luana ose Lule? Jo, nuk. A është ndonjë moment kur ndoshta heziton se dikush shumë lehtë kërkon këto dhurata? A din qysh, Elit, na që jena pak të njofton, që na njojmë pak publiku, na s'kena nevojë edhe me thonë gjujmë se vetë si të njojnë njerëz të i të përkrahin, apo kuptan. Tash nuk më ka ndodhur mu me thonë me i shkrujt dikujt, për shembull hajde hen gjujma një Luanë ose gjujma një dhurat. Çfarë kënaqësie kanë të tjerët kur t'japin ty dhurata? Cili është ajo kënaqësia që marrin mbrapa? Ata me të fru ty... A ja përmend emrin, apo si shkan? Po i kena do... Këtë përshkrimi, po më do këtë si muzika të lava. Jo, nuk është si muzika të lava, po këto tash si aplikacion ka ardhur tash, edhe normal që për njerëz ka dalë, edhe njerëz të përdorin. Edhe e përdor gjithë bota. Po, dikush nëse dërgon Luan. Po, a përmend emrin? Normal që ja përmendi emrin, se edhe ty, për shembull, njerëz që të përkrahin që të emision, për shembull, ti... Dëgjon, po të kuptoj mënyra që te ki për me jetu, si pun, por ata që shpenzojnë, po ata kanë ata dëshirë minus 3.000 euro, sa është Luane? Ta shkara, pa, nuk është 3.000 euro. Nuk e di ta shkara. Sa përshkon tash Luane? Mo tash është 500 e blejna, ta me na i gjujt neve. Okej, dikush për shpenzon 500 euro në ditë, mja dërgu dikuj një dhurat. Ty 500, dikuj tjetër që kanë ndonjë ndeshje 500. Cila është knatësia ati që non-stop po jep për lojra online? Nuk e di se s'kom gjujt asë Unë e kom veç një pytje ina, pa doshtë... Jo, dikujt. Kjo është ndërsjellë, se nëse ai i gjun dikujna, ai personi tjetër manej lojën tjetër, ja gjun këti tjetër... Mundesh edhe mja gjujt dikuj tjetër, po normal. Do me thonë kërkur s'po fiton, ose ti pas ka gjujt 500, ti pja ktheshe 500. Edhe kisha me pyet Pauli po thot që ata ti dërgojnë ty, ti ja dërgon dikuj tjetër, që do me thonë vetëm sillen. Ja. Po në qatë logjikë me në që është. Jo, one për shembull nuk jam gjujtëse, se aty janë lojtarët edhe gjujtësat. Ata gjujtësat gjujnë vetë se dojnë me ta fitu këta gjujtësa që janë gjendje mi hub 2.000-3.000 euro? Po ka shumë, ke shumë se kom Ty, kush është një emër që e din që gjujnë shumë? Nuk du me i përmend emrat se as ata nuk kanë qef, ata hinë të Elita, kom veç një pytje. Shojnë të lujtë edhe dojnë me të suportu ose mu, ose tjetërin... E kom veç një pytje të shkurt për inëm, pa do është me bo gjyqë se shumë mirë, je transparente, je para publikut aty, se publik është të daj. Po, problem. Ma shumë po m'intereson ona tjetër e këtyre që gjuajnë. Mu po m'intereson vetëm një gjo. Ase edhe Elita hek dorë preri programet. Jo, nuk po tha me hek dorë, se se cili e ka një pun tjetër, ka një... S'falni në emërtimin, ju lutem. Po m'intereson vetëm diçka se po insistojnë këto dhe jo pa arsye. Ai që i gjun 500-5.000, nuk ka shumë rëndësi. A kërkom pastaj kontakt ekstra me ty? Ka disa që kërkojnë, po më varet aja u jep të jatë kontakt, apo dhe në varet se disa dhe ja u jep. Se ai që të gjumë pare zakonisht bën t'i qysh edhe borxhli edhe nështë ta kërkon... Jo, s'ki borx, a din qysh e më borxhli taj. Unë po du me dita kanë që si mendje dy fisht dhe bojnë këtë veprim. Ka disa, po më varet edhe ti qysh ja u jep ato. A kanë kërku në ndonjëherë mja këthy? Ka njëherë po, nëse e kanë lujt në ndonjë loj, ose më kanë kërku mja qitë emrin që më kanë jep, që më kanë gjujtë mu në loj, më kanë thonë, adin qitë në storje, letë më shohin që jam suportus. Okej, ja kompletu dëshiren, mja këthy dyqysh me respekt.